Miqtë mirë, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin ton të drejt për drejt. Edhe këtë të hënë të 1 dhjetori do t'jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, duke ju uruar një javë dhe një muaj të mbar për gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti. E në fakt sot është ditë pushimi zyrtar për gjithë administratën shtetërore dhe jo vetëm. Vim pikërisht nga fundi i nëndorit, aty ku festuan edhe festat 28 dhe 29, gjithmonë festat të ndara tashmë politikisht të majtë dhe të djathtë, por një reflektim shoqëror për të gjithë ata që po na ndjekin drejt për së drejti, për çdo shqiptar që ka festuar anë mban me flamurin kuqezi, ndërkohë që në të përditshmën tonë ne sillemi krejt ndryshe. Dhe ardhmja e këtij vendi janë pikërisht fëmijët tanë, po sa të sigurt janë ata, ne ditën e sotme do të ndalojmë pikërisht tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur në qytetin e Durrësit javën e kaluar, ku një 15 vjeçar është plagosur në zemër nga bashkëmoshatarët e tij. Se çfarë ka për të thënë babai i 15 vjeçarit i cili ka thyer heshtjen për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, fillimisht ju njoh me ngjarjen e javës së kaluar se çfarë ka ndodhur në qytetin e Durrësit dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Një konflikt i vogël mes dy bashkëmoshatarëve u shndrua në një tragjedi që tronditi qytetin e Durrësit. 15 vjeçar nxënës i shkollës Dom Nikol Kaçori, plagos me thik nga një shok i klasës, vetëm sepse kërkoi sqarim për fjalët fyese që kishte dëgjuar prej tij. Telefonata e thjesht për të sqaruar një keqkuptim u kthye në momentet më të errëta të jetës së tij. Pak minuta më vonë përballë shkollës ku të dy mësojnë çdo ditë, një goditje e vetme me thik i preku zemrën dhe e lat luftonte mes jetës dhe vdekjes. Mjekët deklaruan se gjendja e tij ishte tejet kritike, por 15 vjeçari doli nga intubimi, por gjendja e tij shëndetësore vazhdon të jetë në zonën e rrezikut dhe në monitorim intensiv. Ndërkohë familja e djalit të shëndet e tronditur, një babai që kërkon përgjigje, një nën që falenderon çdo frymarrje të birit dhe një komunitet shkollor i shokuar nga dhuna. Ditën e sotme babai i 15 vjeçarit do të jap dëshminë e tij për emisionin Me Zemër të Hapur. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se dëgjojmë edhe intervistën e kryer me babain e 15 vjeçarit të plagosur, ku fokusi kryesor është shëndeti i tij dhe më pas detaje që di familja e 15 vjeçarit në lidhje me plagosjen e të miturit. Me mua në studio është avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri. Përshëndetje, mirë se erdha. Përshëndetje. Në krahun tënd Irina Shanaj, psikologja e emisionit Me Zemër të Hapur, por njëkohësisht psikologe shkollore dhe më mirë se sa ty nuk mund të flisë askush ditën e sotme për fenomenin çfarë po ndodh nëpër shkolla. Ju keni sjell në emisionet e kaluara edhe një përvojë tuajën personale përteja saj profesionale, por ditën e sotme duhet të ndalojmë tek ngjarja e rëndë që ka ndodhur në Durrës. Dhe është pikërisht muaj nëntor, se po të kthehemi një vit më parë, jemi pikërisht në Tiranë, aty ku plagos shumë pranë shkollës Fanoli, edhe i mituri Martin Cani, familjar të cilit kanë qenë pjesëmarrës vazhdimisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, kanë pasur mundësi të japin ngushëllime familjes së Martin Canit edhe në një vjetorin e vdekjes së tij. Megjithatë, historia e Martinit po përsëritet nga Tirana në Durrës dhe nuk do donim të kishim kurrë se si ripërsëritjen e ngjarjeve, të mos harrojmë edhe plagosjen dhe vdekjen e një të miturit tjetër në Gramsh, edhe babai i të cilit ka folur ekskluzivisht në emisionin Me Zemër të Hapur. Prandaj, duke mbetur ke eksklusivitetet, do të jemi në një intervistë që unë kam pasur me babain e 15 vjeçarit të plagosur në Durrës. E ndjekim këtë intervistë dhe rikthehemi për ta diskutuar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Po, përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Juve si jeni? Djali si është? Në luftë madhe është. Me luftë madhe. Po, punojnë për qenë mirë. Çfarë thon mjekët? Mjekët thonë që tani kemi dalë nga brezi i kushti të llavit të rrezikun e lartë. Po. Edhe tani presim reagimet të trurit, zgjimit. Edhe dalë nga intubimi, që kjo është rruga që do vazhdojmë. Domethënë pas ndërhyrjes në zemër pritet të zgjohet truri? Po, pritet të zgjohet truri. Edhe ca ekzaminimet zemrës të trurit e në këtë pastaj, në Mikel që janë pjesë e punës atyre. Po, pra dolët nga zona e kuqe, po mbeteni përsëri në një moment të vështirë, apo jo? Deri diku
thashë do më thonë që me detaje unë nuk dine vetë me ta shpjegu. E Do thonë kuptoj. ata metët të egzaminen një e ko zemën që kanë për të siguru e qujnë e zemës. Po. Një kështu për kokën, si shua dhe E zhe? e zhe kokë, Po. dhe që është na jonë për të siguru në aty një fel. Nësa kom gjua, të informacione konfidenciale, se s'mi kam pa mu të përgjese, mu mi thonë pjesë, për mos më ngarku u fjela si printa. E kuptoj, e vërtet, e Po, vërtet. unë i kuptoj dhe vetë, do më thonë se të gjana u kanë mirë pa bo, E kuptoj. burime për konfidenciale, më kupton. E kuptoj. Po gjendja e bashortes si është? Lufton shumë për qenë mirë, E po kuptoj. lufton shumë. Parametrat paktën janë optimale, besoj, për momentin. Parametrat janë optimale, do më thonë kemi një progres të ullët, por një trajektore e mirë, do më thonë. Po, dhe mjekët kur parashikojnë për bërzimin e djalit? Ata një të shifet dhe reagimet ata, se ata po punën Qartë. moment pas moment, ja kupto, ata shifet dhe orë vazhime të rria pacientit. Qartë. Moment me një që maksimumi 2 ditë, me të shkofun. Po bashortja si është bashortja? Për zotin bashkër të mundohet me ndjerë vetën që shtë momente japë dhe unë përvaje, se unë besej shumë ke, si ta them, ke suksesja dhe e ne ke zoti ma, se zotin nga përvaje që them se dhe bëjë me pullina, Po. e ne kështu. Po ju si baba si e morët vesh ngjarjen, çfarë ka ndodhur? E ngjarja fallaj nuk po ta qep me folë sepse ka gjana ide konspirative, si ta them. Jo, ti vetë si baba çfarë di? Ose më qartë, çfarë shtyu deri në plagosin e djalit? Çfarë ka ndodhur më parë? Shumë të një temë. Po? Kanë debatu, janë sharë me njëri tjetër në TikTok. Do më thonë për të morë të rënë në protagonizmi që e dhe janë konfliktu, për e kam dosë që kanë do. Pastaj ishin takuar për të sqaruar? Ata të një temë, të pak të një temë i kanë thonë për do të qërë, se s'ka qenë për shumë ka qenë, ndjeni mund ka qenë, dhe se s'marë gjëna unë përsi për harkuma se s'kom për të unë, se s'rës gjua shumë. Po. Po. E kuptoj. Pastaj në momentin që janë sqaruar? Të jemi i drejt për drejt për ashtë sa di, e kuptoj. Po. S'kam qenë, dhe në unë kam qenë punë, kur kam do Po. gjëje. Juve kush ju lajmëroi? Edhe më mirë gjëna tjera më shumë se kaq, për qëllim organeve specializuar për këtë punë. Po. Sepse na thonë mendojmë mos hapim disa gropa që dim se çfarë të hapë, po. E qartë. Ti anën profesionale, më qenë kuptoj se çfarë duhet të thonë. Po, jo, të kuptoj qartë. Diçka transparencë, po jo që të them gjëra që E qartë. jo që shumë të krejtë, po të jem për shembull për ta punë vetë të mbrojë fare un po. E kuptoj. Në fakt se ka bëj ke pjesa e informacioneve. E qartë. Them se kum qenë punën, them një gjë për Alin nga ana tjetër, që ka qenë kështu, ata dy do të normal punën do të normal se kam ndodhur shumë. E kuptoj. Kështu që informacion që kam marrë për dikujt, asë në bëj ato mu, kështu që e kuptoj. Juve kush ju lajmëroi për sherrin e djalit? Për plagosin e djalit kush ju lajmëroi? Për plagosin e djalit më telefonik një shok i tunit të smogit. Ka qenë vetëm autori dhe djali apo ka pasur edhe bashkëmoshatar të tjerë? Jo, ka pasur bashkëmoshatar të tjerë, sepse kanë qenë paktën 3 veta që kanë agresuar tunit. Po sherri ka qenë midis djalit edhe autorit? Jo, s'ka qenë midis djalit. Nuk ka qenë djali i protagonizmi i gjës, ka qenë i tjetër. Ka qenë një tjetër. Po familja e autorit? Po mund të më mirë është për shembull që të mos informacione më detajume të mos morësh ato të bëjë të policisë. E kuptova. Po patjetër. Po çdo se ka vetë ja ka shumë të kollajshme. Po ne marrim edhe rrëfimin e familjes. Bashkëpunim me ata që të japë OBG-e dhe fundi të aty një material të tënë. Qartë. Po ndihmoj më shumë mos se tonë herë mundohem mos gaboj. E kuptova. Do të thonë ti sa më i për në realitetin që në fundit. Realiteti është e vërtetë dhe çdo gjë që është ndan dikujt. Është vërtet, shumë e qartë. Familja e autorit ju ka kontaktuar? Ka kontaktuar mua ai. Do të tani ta afrohet se normalisht si do prind i vjen keq dati rasti fëmijës, në kupton. Pra ju ka kontaktuar për t'ju shpreh keqardhje. Nuk e ke kuptuar kjo pjesë që i vjen keq aty, ja kupton. E kuptoj. Edhe unë prind jam, në vite keq për shkakun që shtet mi ati në vërtë fëmijës, E kuptoj. Po,
Ato ju telefonuan edhe ju kërkuan falje, besoj, ë? Ati prindit unë informacion i kam thonë në lidhur me gjenjen e fëmijës tim, e kupton. I kam thonë vetë më radh unë çdo sukses e fëmijës tim të lidhja me shëndetin do të transmetoj kështu që. Nuk kam kohë për shembull që të shkoj nga spitali se si do të jetë puna më radh mos më jetë për shembull. E kuptoj. Ato ju morën për të interesuar jo vetëm për shëndetin e djalit, por dhe t'ju kërkojnë falje, besoj. Jo, hala, nuk kemi arrit këtë pjesa e faljes, më shumë interesuar për çunë. Nëse shku, unë domethënë më shumë interesuar për shëndetin e djalit. Ju e njihni të autorin si shokun e djalit të huaj? Unë kur kam marrë që isha para sallës, ku isha të prit domethënë që më thanë se fëmia im është në sallë. Po. Dyshej për autorit, sa kam pa me shenja në kokë atë qunë. Po. Edhe e thosë jam shenë në skutur, po aty më mosh vajnë në kushtë mu. Shenë është në skutur, më të lejtë po. E kuptoj. Nuk pasaj jo, rrute se unë qështë kam pa unë. Nga ku memorin e shetë pasër sa ta registroj atë fëmijën me të panë. E jam një lësë psikologikisht në nësë. E kuptoj. Jam i gjarë, me... Por në familjen tuaj, kush ka lajmëruar për plagosjen e djalit? Kush e mori vesh i pari? Jo juve, flas nga familja juaj kush e mori vesh lajmin i pari? Juve ju lajmëruan të parit fare? Nuk kanë lajmëruar po nga familja. Okej, dhe më pas ju besoj lajmëruan dhe bashorten, apo jo? Po, më pas këmë lajmëruar bashorten. Okej, unë ju falenderoj për gjithë shka që më thatë. Ju uroj një shërim sa më të shpejtë të djalit. Amin. Kjo ishte biseda që kam zhvilluar personalisht me babain e 15 vjeçarit. Ju e dëgjuat që ende mbetet kritike dhe gjendja e djalit, pritet të bëhet zgjimi i trurit dhe babai hodhi dritë në fakt që djali i tij nuk ka qenë protagonisti i sherrit midis 15 vjeçarëve, midis adoleshentëve, ndoshta mund të jetë plagosur gabimisht, paktën ky është informacioni që babai kishte në lidhje me plagosjen e të birit. Fillimisht dua të ndaloj tek zonja Irena për të kuptuar se çfarë ndodh pikërisht në shkolla, nis aty, më pas përcillet në rrjetet sociale sherri, ose fillon nga rrjetet sociale dhe transferohet në shkollë gjithë debati, dhe më pas dalin jashtë shkolle grupe të rinj të cilët duhet të sqarohen, por janë të armatosur me thika. Çfarë po ndodh? Si duhet ishte rregulli, duke qenë se je psikologe shkollore dhe çfarë ndodh? Kjo ngjarje në vetvete është një pasqyrë, është një shembull i qartë i mënyrës se si tensionet virtuale kalojnë në dhunë reale, sepse mungon kontrolli, mungon rregullimi i duhur emocional, mungon menaxhimi i duhur i zemërimit, kapacitetet për të menaxhuar emocionet e forta si zemërimi në mes adoleshentëve dhe është tregues i qartë edhe i ndërhyrjes së të rriturve. Që do të thotë, ngjarja e Durrësit në vetvete nuk është një incident i përsëritur dhune, nuk është thjesht një sherr banal, një tjetër sherr banal mes adoleshentësh, nuk është një tjetër konflikt i përshkallëzuar në dhunë fizike, mirëpo është një alarm i fortë për të gjithë ne, një thirrje për zgjim, për ndërgjegjësim dhe mbi gjitha një thirrje për veprim, sepse është një rast që dëshmon një dështim sistemi. Që do të thotë? Pra, jemi në prag të dështimit të një sistemi të tërë që do të thotë ka munguar ndërhyrja e familjes, ka munguar ndërhyrja e institucioneve, ka munguar ndërhyrja e shoqërisë dhe komunitetet po zgjohen gjithmonë e më tepër të friksuara. Kur themi se e nisem me familjen për të pasuar tek institucionet. Sepse janë të gjitha, është një mungesë ndërhyrjeje. Dhe kjo është renditja përfundimtare e jotja, Irena? Ka një mungesë edukimi. Sepse prindi e çon fëmijën në shkollë. Dakor? Po, por jo të delegohet plotësisht përgjegjësia e kujdesit dhe mbrojtjes ndaj shkollës, sepse okej, është e vërtetë që ne në komunitetin shkollor jemi etikisht të detyruar
të mbrojmë interesin më të lartë të fëmijës, të mbrojmë mirëqenien e tyre. Shkollat janë vende ku fëmijët duhet të ndjehen të sigurt, të mbrojtur dhe të zhvillohen optimalisht. Sa punohet me fëmijë për te procesit mësimor, për te asaj ore 45 minuta, sa punohet me këta fëmijë? Sepse tensioni ndihet në korridoret e shkollës, gjatë orës së mësimit, kemi shtuar punonjësit, duke quar edhe policin e sigurimit, që nuk e di se çfarë monitoron dhe pse me taksat tona duhet paguhet një individ i tillë, për te rojes që edhe ato paguhen me kontributet e prindërve. Po lëbohet gjithmonë më tepër dhe realisht ka ndryshuar pozitivisht shifrat e përfshirjes së shërbimit psikosocial në shkolla. Ka gjithmonë më tepër punonjës social, gjithmonë më tepër psikolog të angazhuar. Një psikolog për 4 shkolla, apo jo? Mirë po, është gjithmonë pak krahasuar me numrat, gjithmonë krahasuar pak me nevojat që adresohen nga nxënësit, nga mësuesit, dhe nga i gjithë komuniteti. Ama po bëhet më e mira në kushtet e dhëna. Mirë, ndalojmë pak tek roli i psikologut shkollor, si qastet ai përkundrejt fenomeneve të tilla, a e parandjen, vjen dikush që ja u referon, jeni ju që bëni ndoshta edhe leksione të hapura, takime të hapura me të rinjt, që ata t'ju besojnë, Irena, dhe të vinë tek ju dhe të shprehen hapur, bashkëmoshatarët e tjerë të cilët kanë ndjeni për sherin fillimisht në TikTok, se atë TikTok nuk e kanë vetëm 2 individe dhe sherin midis 2 individëve, por ato dalin nëpër live dhe e shikojnë edhe gjithë ata bashkëmoshatarë të cilët pse nuk vinë tek psikologu, apo të shkojnë tek mësuesi kujdestar, apo të shkojnë tek polici i sigurisë brenda shkollës për t'i referuar që diçka po ndodh. Pse duhet të dalin gjithmonë të miturit të sqarohen jashtë ambienteve të shkollës? Se dhe një mitur që merr një thik për ta përdorur më pas atë, shkon për t'u sqaruar dhe është me thik me vete, tani edhe kjo si kalon kjo thika? Sa ai nuk e ka marrë diku, duke ju referuar dhe rastit të Martin Canit, që ka pasur, nuk e dim se nga ka ardhur ajo thik. Mirë, realisht ekziston një krizë dhune mes adoleshentësh, që për fat keq prognoza është e tillë që këto raste për fat keq do jenë, do shtohen nëse nuk veprohet në mënyrë të nuk bëhet një ndërhyrje strukturuar dhe një ndërhyrje imediate. Çfarë të ndryshonit? Ndërhyrje çfarë? Më tepër edukim mbi emocionet, më tepër po bëhet, pra nëse do themi me çfarë po merren psikologët në shkolla, fokusi i psikologëve më së pari, më tepër se sa vlerësim apo ndërhyrje në rast nevojash apo në rast të krizash, siç është dhuna, në shkolla apo jashtë kontekstit shkollor, sigurisht po punohet shumë në terma të parandalimit të këtyre ngjarjeve. Po ne kemi shtim të rasteve së fundmi, deri në fatalitete. Janë një sër faktorësh janë një sër faktorësh sepse, okej, thash, nuk është një gjë që mund t'i delegohet plotësisht kontekstit shkollor. Për hir të vërtetës jemi prindër, jam prind vet i 2 fëmijëve dhe kemi dhe një familja, shkolla, komuniteti. Kemi mungesë të një përfshirjeje aktive të prindërve, kemi ka çelluar komunikimi në nivel familjar sepse nuk është i qëndrueshëm, nuk është i hapur. Ka shumë pak prindër të cilët i pyetin fëmijët e tyre që i dëgjojnë, që realisht fokusohen tek mënyra se si ndjehet fëmia, a ndjehet i nxitur, a ndjehet i lënduar, a ndjehet i provokuar, dhe ndërkohë që pjesa më e madhe e prindërve po fokusohen tek notat që po marrin, tek sukseset e fëmijëve, po fokusohen tek ekselenca, ndërkohë që duhet merren në pasigurit me frikrat, me impulset e tyre, sepse flasim për adoleshent ndje, sepse më duhet ta bëj si shpjegim të flasim për adoleshent dhe ta thuash si shpjegim. Më tepër prani, më tepër përfshirje prindërore
në sfidat që adoleshentët përhasin, në menaxhimin e emocioneve dhe përballjet që ata kanë ditë pas dite. Unë shikoj që orientimi është drejt familjes, por unë do t'i mshoj jo vetëm orientimi drejt familjes dhe shumë mirë bën. Është një faturë që na vjen të gjithëve. Të lutem, Irena, do ta flasim familjen, po orientohesh tek familja, po unë do kaloj edhe tek dy shtyllat e tjera, shumë të rëndësishme që familja nuk bën dot. Pa ato siç është komuniteti shkollor, shkolla vetë në vetvete dhe edhe modelet e shëndetshme që një ndër nga familja po kalon tek modelet në televizion. Edhe një patjetër, edhe një model i rëndësishëm. Vetëm për shkollën nuk po analizojmë. Absolutisht ne analizuam për shkollën dhe do ta bëjmë këtë gjë. Dhe shkollat po bëjnë. Të pyeta drejt për së drejti për shkollën për të kaluar tek edukimi i prindërve. Se ndoshta mund të merremi pak me edukimin e prindërve dhe rolit prindëror. Edukimi, patjetër, edhe një ndër ambientet, një ndër vendet ku mund të realizohet më së miri angazhimi dhe trajnimi prindëror, trajnimi i aftësimit prindëror është komuniteti shkollor për të qenë më të bashkërenduara. Pra, ti si psikologi shkollore më thua që familja është një problem shumë i madh dhe unë bie dakord me ty. Më tepër pranim, më tepër përfshirje. Edhe modelet që jepen në televizion dhe modelet janë të pashëndetshme në zgjidhjen e konflikteve, sepse shikojmë që marrin shumë zë, shikojmë që bëhen kryefjala e ditës konfliktet që degradojnë në dhunë fizike, konfliktet mes të fortëve, ndërkohë nuk flitet fare për pedagogji emocionale apo për edukim mbi menaxhimin e zemërimit apo konflikteve. Mbas këtyre dy pikave, familja dhe televizionet dhe rrjetet sociale me modelet e tyre, do daloj në pjesën tjetër pikërisht tek shkolla dhe tek komuniteti, po kaq me detaje të zbërthyer si familja dhe si modelet që jep jo vetëm televizioni, por edhe rrjetet sociale. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë dhe të tretë të këtij emisioni. Jemi rikthyer në studion e emisionit Me Zemër të Hapur pasi kaluam linjën në studion e informacionit për lajmin e fundit të ofruar nga Departamenti ynë i Informacionit si televizion informativ dhe më i madh në vend. Jemi në kohë reale edhe me politikën. Vazhdimisht e them që politika jo vetëm duhet të bëjë ato ligjet e mira dhe politikat e mira për të mos pasur ngjarje të tilla, por edhe kur i kemi nuk i kursejnë as pak personazhe të cilët duhet të flasin hapur mbi një ngjarje. Irina, të kërkoj ndjesë se mund desh të shkëputesh nga ty dhe folëm për modelin që merret brenda familjes. Me informacionin që kam unë në qytetin e Durrësit, familja e 15 vjeçarit është një nga familjet më model në qytetin e Durrësit. Pra, them më brenda se zotëria e tha, kam edhe një djalë, kam edhe një vajzë. Dhe fokusi i asaj ngjarje nuk ka qenë i mbir. I mbir ka qenë rastësisht me bashkëmoshatarët aty dhe fataliteti pastaj për të ka qenë i madh. Nuk është si në rastin e Martinit që po sqaroheshin dy adoleshentë mes njëri tjetrit. Pra, kanë qenë dy grupime dhe fataliteti shkoi tek një 15 vjeçar. Çështja është ky sqarimi jashtë ambienteve shkollore, marrja e këtyre mjeteve, mos monitorimi, thash edhe një herë se kemi shtuar staf nëpër shkollat tona duke pasur një policë sigurie, apo jo? Evis, me sa arri të kuptoj rasti. Çfarë ndodh aty brenda shkollës duhet kuptoj unë? Jo, unë dua të di këtë gjë. E gjithë dhuna ka nisur online, apo jo? Patjetër. Pra ka nisur aty dhe thua që është përshkallëzuar në që shkollë. monitorohet nga një grup i madh ndjekësish. Dhe asnjëri prej tyre nuk njofton sikur nuk e di se kë. Qoftë edhe prindin e tyre. Ka patur sinjale paralajmëruese brenda kontekstit të shkollës. Sistemi i referencës është referuar. Këtë informacion nuk e kemi se shkolla hesht. Eksakt, nuk e kemi si të dhënë. Ne nuk e kemi si të dhënë. Po ta kishte referimin shkolla, është referuar nëse ka patur sinjale agresioni, nëse ka patur sinjale izolimi të djalit, nëse ka patur diçka që mund të lexojë nga komuniteti shkollor. Nuk mam domendja që të ketë kaluar në mënyrë të heshtur dhe të jetë injoruar nga aktorët brenda shkollës. Por ka qenë është një tendencë mes adoleshentëve që e ndjejnë veten mjaftueshëm të rritur për të zgjidhur vetë gjërat, pra diçka që nis virtualisht, preferojnë, zgjedhin, mos menaxhimi emocioneve. Zgjedhin ta përfundojnë po virtualisht. Dhe pse ndodh kjo?
është mungesë e menaxhimit të impulsit, mungesë e menaxhimit të zemërimit, mungesë e menaxhimit të agresionit dhe e thënë në terma shkencor, truri i një adoleshenti është ende në zhvillim. Adoleshentët janë ende të mitur, që do të thotë zona e korteksit prefrontal, që është përgjegjëse për vendimarrjen, nuk është ende e zhvilluar. Adoleshenti vendimet i merr duke u nisur, duke u drejtuar nga amigdala, që është zona përgjegjëse në tru për emocionet e forta, që do të thotë adoleshenti është një minë me sahat. Prandaj neve si prindër duhet të qëndrojmë shumë pranë, veçanërisht në rastet me raku im si psikologe shkollore, është kryesisht tek fëmijët që qëndrojnë shumë të heshtur, tek fëmijët që qëndrojnë shumë të tërhequr, tek fëmijët që qëndrojnë shumë të kurrur në atë introversionin e tyre. Në momentin që një adoleshent zgjedh të flasë, zgjedh të shpërthej, zgjedh të abërtas për jetimin e tij, sfidën e tij, pasigurinë e tij, nxitjen, provokimin e vazhdueshëm që ka, është një adoleshent që po e kërkon ndihmën dhe është më së i lexueshëm dhe është më së i aksesueshëm. Në momentin që fëmia tërhiqet në vetvete, adoleshenti tërhiqet në vetvete dhe vendos të zgjidh gjërat me strategjinë e tij, atëherë është vërtet minë me sahat. Kështu që duhet punuar veçanërisht me fëmijët e heshtur. Mua më vjen mirë për këtë analizë, por ndiqemi nga të gjitha shtresat e shoqërisë dhe do doja të ishe pak më e kuptueshme, sepse kjo teori ka që bukur duhet edhe implementuar pastaj në terren, Irena, dhe do doja të është ende i pazhvilluar, pra drejtohen nga impulsiviteti, drejtohen nga zemrimi i momentit, drejtohen nga ndjenjat e trupit që unë nuk e dija do ta kuptojnë shumica e adoleshentëve dhe prindërve të tyre. Drejtohen nga turpi, drejtohen... Folën në gjuhë profesionale që do doja të kishin në gjuhë pak më thjesht. Prisim pak çasti se... Do më duhet ta bëj edhe në këtë mënyrë. Në fakt... Alo? Po. Përshëndetje? Përshëndetje. Unë jam Evi Sameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, po flasim për sherrin e 15 vjeçarëve në Durrës. Të lutem. Foli babai i personit që është në spital dhe do donim edhe ju si familjar të autorit të thoni diçka. Të lutem sepse nuk jam në gjendje. Por një falje familjes nuk mund t'ja kërkoni? Faljen familjes po kemi kërkuar dhe nuk e di çfarë të them. Të lutem shumë. Babai tha jeni interesuar vetëm për shëndetin e të miturit dhe tek falja nuk keni shkuar ende. Të lutem shumë, mos më ngarkoni më tepër, të lutem shumë. Gjithsesi ju duhet të thoni të diçka në lidhje me nipin tuaj dhe situatën që ka ndodhur në qytetin e Durrësit, si gjeti guximin dhe kurajon babait plagosurit. Gjithsesi unë të falenderoj për këtë heshtjen tënde, për sa the në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, e falenderoj dhe e përcjellim zotrin. Atëherë, kemi një familje që edhe pse në gjendje të rëndë i biri flet, babai e gjen guximin dhe kurajon, ndërkohë xhaxhai i autorit i një tjetër të mituri vetëm me fjalën të lutem nuk kërkon të flasi. Ai thotë që ne kemi kërkuar falje, por babai e tha në intervistën e tij nuk kemi shkuar tek falja, por jemi vetëm tek interesimi. Atëherë, Irena, edhe diçka të fundit me ty, fola pak më përpara që ne vim nga festat dhe festimet që bëhen kryesisht edhe në shkolla, po këtu do ndaloj, për festat e nëntorit, ku dalim, recitojmë, këndojmë, ngrejmë flamurin, dhe absolutisht që ato festa janë kaq mediokre, sa që nuk i bëjnë ata të rinj më nacionaliste dhe më patriot. Në vend të atyre festave duhet kishte një reflektim dhe unë nuk e di shkolla e këtyre të miturve çfarë ka bërë për 28 dhe për 29 nëntorin, të paktën të dilej dhe të flitej se sa qytetari mirë duhet të jesh ti, sa mos ndjekësh ato modelet që ti the në familje dhe në komunitet apo në televizione. Pjesë e fajt janë vërtet edhe televizionet edhe gazetarët, por nuk u fola as pak për shkollën dhe që shkolla nuk duhet bëj këto koncerte të cilat janë me të vërtet shumë mediokre. S'di çfarë të them më shumë se sa kaq. Ne duhet të edukojmë në shkollë këta të rinj, të mos marrim ato modele, të bëhet një qytetar i mirë, qoftë për fjalorin që përdorin në TikTok dhe jo vetëm, qoftë për sjelljen e tyre në familje, qoftë për sjelljen e tyre në shkollë dhe raportin që kanë jo vetëm me mësuesin, por edhe midis tyre. Atëherë, unë nuk do preferoja që induktimi i shpirtit komunitar, induktimi i ndjenjës së dhe dashurisë dhe kujdesit ndaj vendit
mënyrën të se si hedhim qesën konsiderohej e perave, se si mediokritet. drejtohemi njëri tjetrit, patjetër, çfarë do thotë atë dashuri? Unë do preferoja që të këndoj dhe të ngrihe flamurin. Më tepër se sa një aktivitet, më tepër se sa të qëndronte në këto terma që të festojmë, të ishte ajo që sapo the, të ishte në terma ndërgjegjësimi, pra si e duam ne në të vërtet vendin tonë. Si e duam? Dhe vendin tonë e duam, me adoleshentët po punohet. E din në mënyrë të cunguar, dhe jo më kot unë e nisa me një mungesë të theksuar në edukimin e tyre, që ne nuk duhet ta shikojmë si një lëndë shtesë, si një kohë të dedikuar shtesë, por si një mburoj. Edukimi merret në shkolla. Edukimi, sidomos në menaxhimin e emocioneve, duhet të ketë një rëndësi të jashtëzakonshme të veçantë, sepse nuk mungon kurrikula, nuk mungojnë orët e shkencës, nuk mungojnë orët e artit, nuk mungojnë orët e veprimtarive të tjera zhvilluese, ama mungon shumë. Ne mjaftohemi vetëm tek ai tekst që të ofron lënda përkatëse. Empatia e vis mua më ndodh kjo gjë. Unë futem në auditore, futem në përklasa me nxënësit dhe ta them me gjithë zemër që në momentin që u flas për empatin, për dhëmshurinë, për të vënë veten në pozitën e shokut tjetër që sapo e kanë fyer, sapo e kanë tallur, për pamjen e tij, për intelektin e tij, për prejardhjen, për emrin e tij, për statusin që ky fëmijë ka apo gëzon, për veshjen e tij, për veshjen, për të ardhurat, gjëra që nuk janë në dorën e një fëmije, nuk janë në dorën e një adoleshenti. Një adoleshent ka në dorë vetëm karakterin, vetëm formimin e personalitetit, vetëm integritetin e tij, atë që ai do ndërtoj, emrin që ai do bëj. Dhe më besoj që mbeten gojë hapur, më besoj që ka një impresionim të jashtëzakonshëm ndër ta. O zysh, ua, sa bukur, sa do donim që të bënim më tepër orë, o zysh Rena, kur do organizojmë orë të tjera, i duan gjithmonë më tepër sepse flitet shumë pak. Flitet jashtëzakonisht shumë pak. Po mund të mbetet vetëm në dorën e një psikologu shkollor siç je ti? Sepse prandaj dal ke shkolla gjithmonë tek mësuesit kujdestar. Ndaj tash në shifra, neve çedojmë në shifra, ne çedojmë në shifra, nuk çedojmë në cilësi, sepse jam e bindur që sa aktivitete bëhen në shkollë, ja po ta bëj pyetjen e drejtë. Sa bëhen mjaftueshëm aktivitete, më besoj që plani mujor dhe plani vjetor karakter psikologjik dhe emocional. Ka aktivitete psikoedukativ pafund. Për çfarë do lloj, duke nisur nga bullizmi, që pra është e thënë dhuna në shkolla dhe përtej, aktivitete ka mjaftueshëm. Puna është që neve na mungojnë, nuk mungon cilësia, pjesën emocionale brenda një aktiviteti. Mungojnë edhe shifrat, sepse nuk mjafton një individ i vetëm të ndryshojë sistemin, nuk mjafton një psikolog shkolle që të merret me 700 nxënës, nuk mjafton kurse si. Prandaj tash kërkohet një bashkërendim, kërkohet një prani më aktive e prindërve, kërkohet një mbikëqyrje, kërkohet një adresim. Okej, janë ndërgjegjësuar revistë, të dhënat janë pozitive. Sinqerisht, domethënë prindrit janë gjithmonë në rritje, që vinë edhe trokasin të zyra e psikologut, prindrit që sa po marrin sinjalet e para, që këto sinjale vinë vetëm prindrit i Rena apo edhe dikush tjetër? Përveç prindërve me sinjalet e para, kush vjen tjetër? Vinë nga mësuesit lëndor, vinë nga mësuesit kujdestar, vinë nga vetë drejtuesi i shkollës, dhe më beso që besimi ndaj figurës në rolit të psikologut, nga vetë adoleshentët vjen ndonjë sinjal? Pafund mjafton. Adoleshentët ka një gjë, patjetër, ne kemi detyrim etik, konfidencialiteti për neve është parim i shenjtë, është Bibla jonë, është betimi i Hipokratit në terma psikologjik, vetëm këtu nuk ka kompromise. Dhe nëse do që ta ushtrosh gjithë jetën këtë si profesion, me adoleshentin duhet t'jesh shumë e afërt dhe duhet t'jesh njeriu më i besuar, dhe psikologu është njeriu më i besuar në atë shkollë. Gjëja që unë them është kur e fjala në momentin që hyn në klasë dhe bëj prezantimin e rolit dhe rëndësisë së shërbimit psikologjik është unë jam personi më i besuar dhe aleati juaj në këtë shkollë. Jam personi i parë që do të rokisni për çfarë do lloj vështirësie, se nuk është të thënë që të plas. Po adoleshentët që kanë një problem, të besojnë, vinë, besojnë, trokasin dhe vinë. Keni parandaluar ju ngjarje të tilla? Pafund. Një rast i tillë ka ndodhur jo më larg se para 2 javësh. Midis shkollës ku unë punoj, që është një shkollë 9-vjeçare, dhe shkollës ngjitur që është shkollë e mesme, dhe u përfshin shumë aktorë, erdhën gjithë prindrit e fëmijëve, dhe falë Zotit u parandalua, pra
e gjitha kishte nisur virtualisht. Po, dhe ky oficeri i sigurisë në fakt ishte zonjë që thua ku është, ishte dhe një vajzë unë e përgëzoj dhe e kam falenderuar edhe live sepse kishte bërë një punë jashtë orarit të punës. Pra, indicjen ne e morëm nga oficerja e sigurisë pasi kishte përfunduar orarin e punës, kishte parë nxënësit e shkollës saj me disa më të mitur që ndërkohë ishim hasur në ambientet jashtë shkolle dhe kishte ndërhyrë dhe ndërkohë kishte njoftuar drejtoreshën e shkollës, drejtoresha e shkollës njoftoi drejtorin dhe ne kemi thirrur më njëherë prindrit, pra u bë një veprimtari e jashtëzakonshme parandaluese, erdhi dhe patjetër ishte në pranit policisë, domethënë është një ngjarje që është protokolluar dhe u ndërhyj dhe patjetër që këshillime në mënyrë individuale, këshillime në grupe. Jo, a bëhet patrullimi policisë në për ambientet pak sipas kësaj që janë të monitoruara, ne jemi të mbështetur. Ndërkohë që duhet ishte policia për parandalim. Ishte policia, kështu që ishte një menaxhim rasti i mrekullueshëm. Ja ku ndodh një parandalim. Para 2 javëve. Por nuk flasim për parandalime, po flasim gjithmonë ku ka ngjarje po bëhet shumë, e vis më beso, ta them nga përvoja, ta them nga ajo që prek realisht çdo ditë, po bëhet shumë, ama në terma sasior që dojmë, pra nuk ka mjaftueshëm numër psikologësh. Psikologët janë duke e bërë më së miri punën e tyre, oficerët e sigurisë janë duke e bërë më së miri, dhe punonjësit social janë duke e bërë më së miri, po nuk mjafton 1, 2, 3 individ të vetëm të shpëtojnë një komunitet të tërë shkollor, i cili afekton po ashtu gjithë komunitetin, afekton shtëpinë, afekton gjithë lagjen ku ndodhet, afekton shumë gjerë. Qartë, megjithatë e pam në kënd vështrimin emocional, jam shumë kurioztare të ndjek edhe mendimin ligjor në lidhje me të tilla situata dhe të tilla ngjarje. Fillimisht hapësira e dytë dhe fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit për dëgjuar avokatin dhe ndërmjetësin zotin Ylli Kameri. Jemi rikthyer në studion e emisionit Me Zemër të Hapur pasi kaluam linjën në studion e informacionit për lajmin e fundit të ofruar nga Departamenti ynë informacionin si televizion informativ dhe më i madh në vend. Jemi në kohë reale edhe me politikën. Vazhdimisht e them që politika jo vetëm duhet të bëjë ato ligjet e mira dhe politikat e mira për të mos pasur ngjarje të tilla, por edhe kur i kemi nuk i kursejnë as pak personazhe të cilët duhet të flasin hapur mbi një ngjarje. Irina, të kërkoj ndjesë se mund desh të shkëputesh nga ty dhe folëm për modelin që merret brenda familjes. Me informacionin që kam unë në qytetin e Durrësit, familja e 15 vjeçarit është një nga familjet më model në qytetin e Durrësit. Pra, them më brenda, se zotëria e tha, kam edhe një djalë, kam edhe një vajzë. Dhe fokusi i asaj ngjarje nuk ka qenë i mbir. I mbir ka qenë rastësisht me bashkëmoshatarët aty dhe fataliteti pastaj për të ka qenë i madh. Nuk është si në rastin e Martinit që po sqaroheshin 2 adoleshentë mes njëri tjetrit. Pra, kanë qenë 2 grupime dhe fataliteti shkoi tek një 15 vjeçar. Çështja është ky sqarimi jashtë ambienteve shkollore, marrja e këtyre mjeteve, mos monitorimi, thash edhe një herë se kemi shtuar staf nëpër shkollat tona duke pasur një policë sigurie, apo jo? E vis, me sa arri të kuptoj rasti... Çfarë ndodh aty brenda shkollës duhet kuptoj unë? Jo, unë dua të di këtë gjë. E gjithë dhuna ka nisur online, apo jo? Pra ka nisur aty dhe thua që është përshkallëzuar në shkollë, që monitorohet nga një grup i madh ndjekësish dhe asnjëri prej tyre nuk njofton sikur nuk e di se kë, qoftë edhe prindin e tyre. Ka patur sinjale paralajmëruese brenda kontekstit të shkollës. Sistemin e referencës, e pra, është referuar. Këtë informacion nuk e kemi se shkolla hesht. Eksakt, nuk e kemi si të dhënë. Ne nuk e kemi si të dhënë, po ta kishte referimin shkolla, është referuar nëse ka patur sinjale agresioni, nëse ka patur sinjale izolimi të djalit, nëse ka patur diçka që mund të lexojë nga komuniteti shkollor. Nuk mam domendja që të ketë kaluar në mënyrë të heshtur dhe të jetë injoruar nga aktorët brenda shkollës. Por ka qenë është një tendencë mes adoleshentëve që e ndjejnë veten mjaftueshëm të rritur për t'i zgjidhur vetë gjërat, pra diçka që nis virtualisht,
preferojnë, zgjedhin Mos menaxhimi i emocioneve. Zgjedhin ta përfundojnë virtualisht. Dhe pse ndodh kjo? Është mungesë e menaxhimit të impulsit, mungesë e menaxhimit të zemërimit, mungesë e menaxhimit të agresionit dhe e thënë në terma shkencor, truri i një adoleshenti është ende në zhvillim. Adoleshentët janë ende të mitur, që do të thotë zona e korteksit prefrontal, që është përgjegjëse për vendimarrjen, nuk është ende e zhvilluar. Adoleshenti vendimet i merr duke u nisur, duke u drejtuar nga amigdala, që është zona përgjegjëse në tru për emocionet e forta, që do të thotë adoleshenti është një minë me sahat. Prandaj neve si prindër duhet të qëndrojmë shumë pranë, veçanërisht në rastet me raku im si psikologe shkollore, është kryesisht tek fëmijët që qëndrojnë shumë të heshtur, tek fëmijët që qëndrojnë shumë të tërhequr, tek fëmijët që qëndrojnë shumë të kurrur në atë introversionin e tyre. Në momentin që një adoleshent zgjedh të flasë, zgjedh të shpërthej, zgjedh të abërtasë për jetimin e tij, sfidën e tij, pasigurinë e tij, nxitjen, provokimin e vazhdueshëm që ka, është një adoleshent që po e kërkon ndihmën dhe është më së i lexueshëm dhe është më së i aksesueshëm. Në momentin që fëmia tërhiqet në vetvete, adoleshenti tërhiqet në vetvete dhe vendos të zgjidh gjërat me strategjinë e tij, atëherë është vërtet minë me sahat. Kështu që duhet punuar veçanërisht me fëmijët e heshtur. Mua më vjen mirë për këtë analizë, por ndiqemi nga të gjitha shtresat e shoqërisë dhe do doja të ishe pak më e kuptueshme, sepse kjo teori ka që bukur duhet edhe implementuar pastaj në terren Irena dhe do doja të është ende i pazhvilluar, pra drejtohen nga impulsiviteti, drejtohen nga zemrimi i momentit, drejtohen nga ndjenjat e trupit që unë nuk e dija do ta kuptojnë shumica e adoleshentëve dhe prindërve të tyre. Drejtohen nga turpi, drejtohen... Folën në gjuhë profesionale që do doja të kishin në gjuhë pak më thjesht. Prisim pak qasë se... Do më duhet ta bëj edhe në këtë mënyrë. Në fakt... Alo? Po. Përshëndetje? Përshëndetje. Unë jam Evi Sameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24, po flasim për shirin e 15 vjeçarve në Durrës. Të lutem. Fuli babai i personit që është në spital dhe do donim edhe ju si familjar të autorit të thoni diçka. Të lutem sepse nuk jam në gjendje. Por një falje familjes nuk mund t'ja kërkoni? Faljen familjes po kemi kërkuar dhe nuk e di çfarë të them. Të lutem shumë. Babai tha jeni interesuar vetëm për shëndetin e të miturit dhe tek falja nuk keni shkuar ende. Të lutem shumë, mos më ngarkoni më tepër, të lutem shumë. Gjithsesi ju duhet të thoni të diçka në lidhje me nipin tuaj dhe situatën që ka ndodhur në qytetin e Durrësit, si gjeti guximin dhe kurajon babait plagosurit. Gjithsesi unë të falenderoj për këtë heshtjen tënde. Për sa the në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, e falenderoj dhe e përcjellim zotrin. Atëherë, kemi një familje që edhe pse në gjendje të rëndë i biri flet, babai e gjen guximin dhe kurajon, ndërkohë xhaxhai i autorit i një tjetër të mituri, vetëm me fjalën të lutem nuk kërkon të flasi. Ai thotë që ne kemi kërkuar falje, por babai e tha në intervistën e tij nuk kemi shkuar tek falja, por jemi vetëm tek interesimi. Atëherë, Irena, edhe diçka të fundit me ty, fola pak më përpara që ne vim nga festat dhe festimet që bëhen kryesisht edhe në shkolla, po këtu do ndaloj, për festat e nëntorit, ku dalim, recitojmë, këndojmë, ngrejmë flamurin dhe absolutisht që ato festa janë kaq mediokre, sa që nuk i bëjnë ata të rinj më nacionaliste dhe më patriot. Në vend të atyre festave duhet kishte një reflektim dhe unë nuk e di shkolla e këtyre të miturve çfarë ka bërë për 28 dhe për 29 nëntorin, të paktën të dilej dhe të flitej se sa qytetari mirë duhet të jesh ti, sa mos ndjekësh ato modelet që ti the në familje dhe në komunitet apo në televizione. Pjesë e fajt janë vërtet edhe televizionet edhe gazetarët, por nuk u fola as pak për shkollën dhe që shkolla nuk duhet bëj këto koncerte të cilat janë me të vërtet shumë mediokre. S'di çfarë të them më shumë se sa kaq. Ne duhet të edukojmë në shkollë këta të rinj, të mos marrim ato modele, të bëhet një qytetar i mirë, qoftë për fjalorin që përdorin në TikTok dhe jo vetëm, qoftë për sjelljen e tyre në familje, qoftë për sjelljen e tyre në shkollë dhe raportin që kanë jo vetëm me mësuesin, por edhe midis tyre. Atëherë,
Unë nuk do preferoja që induktimi i shpirtit komunitar, induktimi i ndjenjës dhe dashurisë dhe kujdesit ndaj vendit, të konsiderohej mediokritet. Si drejtohemi njëri tjetrit, patjetër, çfarë do thotë atë dashuri? Unë do preferoja që të këndojë dhe të ngrihej flamurin. Më tepër se sa një aktivitet, më tepër se sa të qëndronte në këto terma që të festojmë, të ishte ajo që sapo the, të ishte në terma ndërgjegjësimi, pra si e duam ne në të vërtet vendin tonë. Si e duam? Dhe vendin tonë e duam, me adoleshentët po punohet. E din në mënyrë të cunguar, dhe jo më kot unë e nisa me një mungesë të theksuar në edukimin e tyre, që ne nuk duhet ta shikojmë si një lëndë shtesë, si një kohë të dedikuar shtesë, por si një mburoj. Edukimi merret në shkolla. Edukimi, sidomos në menaxhimin e emocioneve, duhet të ketë një rëndësi të jashtëzakonshme të veçantë, sepse nuk mungon kurrikula, nuk mungojnë orët e shkencës, nuk mungojnë orët e artit, nuk mungojnë orët e veprimtarive të tjera zhvilluese, ama mungon shumë. Ne mjaftohemi vetëm tek ai tekst që të ofron lënda përkatëse. Empatia e visma më ndodh kjo gjë. Unë futem në auditore, futem në përklasa me nxënësit dhe ta them me gjithë zemër që në momentin që u flas për empatin, për dhëmshurinë, për të vënë veten në pozitën e shokut tjetër që sapo e kanë fyer, sapo e kanë tallur, për pamjen e tij, për intelektin e tij, për prejardhjen, për emrin e tij, për statusin që ky fëmijë ka apo gëzon, për veshjen e tij, për veshjen, për të ardhurat, gjëra që nuk janë në dorën e një fëmije, nuk janë në dorën e një adoleshenti. Një adoleshent ka në dorë vetëm karakterin, vetëm formimin e personalitetit, vetëm integritetin e tij, atë që ai do ndërtoj, emrin që ai do bëj. Dhe më besoj që mbeten gojë hapur, më besoj që ka një impresionim të jashtëzakonshëm ndër ta. O zysh, ua, sa bukur, sa do donim që të bënim më tepër orë, o zysh Rena, kur do organizojmë orë të tjera, i duan gjithmonë më tepër sepse flitet shumë pak. Flitet jashtëzakonisht shumë pak. Po mund të mbetet vetëm në dorën e një psikologu shkollor siç je ti? Sepse prandaj dal ke shkolla gjithmonë tek mësuesit kujdestar. Ndaj tash në shifra, neve çedojmë në shifra, ne çedojmë në shifra, nuk çedojmë në cilësi, sepse jam e bindur që sa aktivitete bëhen në shkollë, ja po ta bëj pyetjen e drejtë. Sa bëhen mjaftueshëm aktivitete, më besoj që plani mujor dhe plani vjetor karakter psikologjik dhe emocional. Ka aktivitete psikoedukativ pafund. Për çfarë do lloj, duke nisur nga bullizmi, që pra është e thënë dhuna në shkolla dhe përtej, aktivitete ka mjaftueshëm. Puna është që neve na mungojnë, nuk mungon cilësia, pjesën emocionale brenda një aktiviteti. Mungojnë edhe shifrat, sepse nuk mjafton një individ i vetëm të ndryshojë sistemin, nuk mjafton një psikolog shkolle që të merret me 700 nxënës, nuk mjafton kurse si. Prandaj tash kërkohet një bashkërendim, kërkohet një prani më aktive e prindërve, kërkohet një mbikëqyrje, kërkohet një adresim. Okej, janë ndërgjegjësuar revistë, të dhënat janë pozitive. Sinqerisht, domethënë prindrit janë gjithmonë në rritje, që vinë edhe trokasin të zyra e psikologut, prindrit që sa po marrin sinjalet e para, që këto sinjale vinë vetëm prindrit i Rena apo edhe dikush tjetër? Përveç prindërve me sinjalet e para, kush vjen tjetër? Vinë nga mësuesit lëndor, vinë nga mësuesit kujdestar, vinë nga vetë drejtuesi i shkollës, dhe më beso që besimi ndaj figurës në rolit të psikologut, nga vetë adoleshentët vjen ndonjë sinjal? Pafund mjafton. Adoleshentët ka një gjë, patjetër, ne kemi detyrim etik, konfidencialiteti për neve është parim i shenjtë, është Bibla jonë, është betimi i Hipokratit në terma psikologjik, vetëm këtu nuk ka kompromise. Dhe nëse do që ta ushtrosh gjithë jetën këtë si profesion, me adoleshentin duhet t'jesh shumë e afërt dhe duhet t'jesh njeriu më i besuar, dhe psikologu është njeriu më i besuar në atë shkollë. Gjëja që unë them është kur e fjala në momentin që hyn në klasë dhe bëj prezantimin e rolit dhe rëndësisë së shërbimit psikologjik është unë jam personi më i besuar dhe aleati juaj në këtë shkollë. Jam personi i parë që do të rokisni për çfarë do lloj vështirësie, se nuk është të thënë që të plas. Po adoleshentët që kanë një problem, të besojnë, vinë, besojnë, trokasin dhe vinë. Keni parandaluar ju ngjarje të tilla? Pafund, një rast i tillë ka ndodhur jo më larg se para 2 javësh.
midis shkollës ku unë punoj, që është një shkollë 9 vjeçare, dhe shkollës Ngjitur, që është shkollë e mesme, dhe u përfshin shumë aktorë, erdhën gjithë prindrit e fëmijëve, dhe falë Zotit u parandalua, pra e gjitha kishte nisur virtualisht. Po, dhe ky oficeri i sigurisë në fakt ishte zonjë, që thua ku është, ishte, dhe një vajzë unë e përgëzoj, dhe e kam falenderuar edhe live, sepse kishte bërë një punë jashtë orarit të punës. Pra, indicjen ne e morëm nga oficeri e sigurisë, pasi kishte përfunduar orarin e punës, kishte parë nxënësit e shkollës saj me disa më të mitur që ndërkohë ishte hasur, ishim hasur në ambientet jashtë shkolle dhe kishte ndërhyrë, dhe ndërkohë kishte njoftuar drejtoreshën e shkollës, drejtoresha e shkollës njoftoi drejtorin dhe ne kemi thirrur më njëherë prindrit, pra u bë një veprimtari e jashtëzakonshme parandaluese, erdhi dhe patjetër ishte në pranit policisë, domethënë është një ngjarje që është protokolluar dhe u ndërhyj dhe patjetër që këshillime në mënyrë individuale, këshillime në grupe. Jo, a bëhet patrullimi policisë në për ambientet pak sipas kësaj që janë të monitoruara, ne jemi të mbështetur. Ndërkohë që duhet ishte policia për parandalim. Ishte policia, kështu që ishte një menaxhim rasti i mrekullueshëm. Ja ku ndodh një parandalim. Para 2 javëve. Por nuk flasim për parandalime, po flasim gjithmonë ku ka ngjarje po bëhet shumë, e vis më beso, ta them nga përvoja, ta them nga ajo që prek realisht çdo ditë, po bëhet shumë, ama në terma sasior që dojmë, pra nuk ka mjaftueshëm numër psikologësh. Psikologët janë duke e bërë më së miri punën e tyre, oficerët e sigurisë janë duke e bërë më së miri, dhe punonjësit social janë duke e bërë më së miri, po nuk mjafton 1, 2, 3 individ të vetëm të shpëtojnë një komunitet të tërë shkollor, i cili afekton po ashtu gjithë komunitetin, afekton shtëpinë, afekton gjithë lagjen ku ndodhet, afekton shumë gjerë. Qartë, megjithatë e pam në kënd vështrimin emocional, jam shumë kurioztare të ndjek edhe mendimin ligjor në lidhje me të tilla situata dhe të tilla ngjarje. Fillimisht hapësira e dytë dhe fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit për dëgjuar avokatin dhe ndërmjetësin zotin Ylli Kameri.